Festa e gëzimit, festa e pastrimit shpirtëror. Në traditën islame, dy janë festat e mëdha. Njëra është Fitr Bajrami, që ka një status dhe shenjtëri të jashtëzakonshme te myslimanët. Për këtë festë kanë ardhur hadithe dhe transmetime të panumërta. Festa tjetër është Kurban Bajrami. Në transmetime është thënë se kur profeti i Islamit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, është shpërngulur nga Meka në Medinë. Banorët e Medines çdo vit festonin 2 ditë. Profeti i Islamit i pyeti Medinasit se pse i festojnë këto 2 ditë. Ata ju përgjigjen se para se të konvertoheshin në Islam, kishin caktuar këto 2 ditë si ditë feste, gjatë të cilave do të argëtoheshin dhe do të gëzoheshin. Profeti i Islamit, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u tha: përballë këtyre 2 ditëve, Allahu ka dhënë 2 ditë të tjera, më të rëndësishme dhe më me epërsi ndaj festimeve të tilla. Për myslimanët, ai ka vendosur një ditë, Fitr Bajramin, dhe ditën tjetër, Kurban Bajramin. Për sa i përket ditës së Fitr Bajramit, myslimanët agjërues që agjëruan muajin e shenjtë të Ramazanit dhe u përmbajtën nga ngrënia, pirja dhe shumë vepra të tjera të lejuara që konsiderohen si prishëse të agjërimit pas një muaji agjërimi dhe adhurimi të sinqertë në ditën e parë, e cila është dita e muajit Sheval, kërkojnë shpërblimin e tyre nga Zoti, shpërblimin që vetë Zoti u ka premtuar. Kuptimi i fjalës Bajram. Fjala Bajram, fest, Eid, është një fjalë arabe që rrjedh nga folja aud. Yeud është marrë me kuptimin e kthimit, prandaj ditët kur problemet e një shoqërie, njerëzve, familjes dhe individit zgjidheshin, reatoheshin dhe arrinin fitore, quheshin Eid, Bajram, fest. Për këtë, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, thotë: në çdo ditë që nuk bëni gjunahe, ajo ditë është ditë feste, Bajram. Edhe profeti Isa, Jezu Krishti, paqja qoftë mbi të, ditën e zbritjes së Maides, sofrës nga qielli, e konsideroi si ditë feste. Kthimi në fitore, pastërtie dhe besim në Zot dhe e quajti ditë Bajrami. Transmetohet se zbritja e Maides bëhej të dielave, kështu që të dielat kanë një respekt të veçantë te të krishterët. Fjala Bajram përmendet vetëm një herë në Kuranin famulart. O Allah, o Zoti ynë, tha Isai i biri i Merjemes, zbritna një sofër nga qielli, që të jetë fest për ne, për të parin dhe të fundmin ton, dhe të jetë mrekulli prej teje, dhe na jep mirësi, se ti je dhuruesi më i mirë. Dita e parë pas Ramazanit quhet Sheval, ditë feste me kuptimin që agjërimi është shfuqizuar dhe myslimanët janë urdhëruar të prishin agjërimin, të bëjnë iftar dhe të hanë e të pinë. Kuptimi i fjalës iftar. Pse ky Bajram quhet Fitr Bajrami? Fjala iftar rrjedh nga fjala futur dhe do të thotë të hahet dhe të pihet. Prandaj, pas një dite agjërimi, sipas rregullave të Islamit, myslimani e prish agjërimin në kohën e ezanit të akşamit dhe i lejohet të hajë e të pijë. Myslimanët në këtë ditë të begatshme, përmes një muaji përpjekje, adhurimi, sakrifice dhe shfrytëzimit të panumër të begative të mikpritjes hyjnore, kanë arritur pastërtinë e brendshme shpirtërore. Në fakt, kanë rifjuar personalitetin e tyre të vërtetë, natyra e pastër njerëzore, e cila është prekur nga të gjitha llojet e gjunaheve dhe shkeljeve hyjnore gjatë një viti, si shkak i ignorancës, neglizhencës dhe mospërfilljes. Tani, gjatë atmosferës shpirtërore dhe përpjekjeve në këtë muaj, ka arritur një jetë të re. Ndaj, edhe quhet kthim në vetvete. Zekati i fitrit
është një nga llojet e zakatit të detyruar për t'u paguar gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, veçanërisht për agjeruesit e këtij muaji. Zakati i fitrit është shkak i ruajtjes së njeriu prej vdekjes gjatë atij viti, shkak i shëndetit të trupit dhe pastrimit të shpirtit nga vese. Për rëndësinë e kësaj detyre hyjnore ka shumë ajete dhe hadithe, po përmendim disa ajete. Megjithatë, nëse ata pendohen, falin namazin dhe japin zakatin, atëherë janë vëllezërit tuaj në fe. Kështu u shpjegojmë shpalljet njerëzve që dinë. Lëmosha e zakatit është vetëm për të varfrit, për nevojtarët, për ata që janë ngarkuar me mbledhjen dhe administrimin e tij, për lirimin e sklevrëve, për të rënduarit nga borxhet, për luftëtarët në rrugën e Allahut dhe për udhëtarët e mbetur rrugëve. Këto janë detyrat e vëna prej Allahut. Vërtet, Allahu është i gjithëdijshëm dhe i urtë. Me të vërtet, Allahu mori beslidhjen e bijve të Izraelit dhe nga mesi i tyre caktoi 12 mbikëqyrës dhe u tha: Unë jam me ju. Në qoftë se do të kryeni namazin, do të jepni zakatin, do të besoni te të dërguarit e mi, do t'i ndihmoni ata dhe do t'i jepni vullnetarisht hua Allahut, atëherë patjetër që unë do t'ju ashlye gjunahet dhe do t'ju shpije në kopshte, nëpër të cilat rrjedhin lumenj. Por kushdo nga ju që mohon pas kësaj, me të vërtet e ka humbur rrugën e drejtë. Në këto ajete shprehet se si ndikon ky veprim njerëzor te bota tjetër dhe i këshillojnë besimtarët të paguajnë për të. Kjo është interpretuar si një vepër e drejtë që sjell pastërti, rritje dhe zhvillim te njerëzit. Islami nuk u shfaq thjesht si një shkollë morale, filozofike apo ideologjike, por si një fe universale, në të cilën janë parashikuar të gjitha nevojat materiale dhe shpirtërore. Padyshim që në çdo shoqëri jetojnë njerëz të tërhequr nga puna, të sëmur, jetim pa streh, invalid dhe të ngjashëm me ta, të cilët duhet të mbështeten dhe duhet të përkrahen. Në një hadith të transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, lexojmë: ai që nuk paguan një karat nga zakati, as nuk është besimtar dhe as nuk është mysliman dhe nuk ka asnjë vlerë. Vlen të përmendet se ky kapital i madh, nëse organizohet logjikisht dhe mblidhet në mbikëqyrjen e ngushtë të një institucioni me reputacion dhe shpërndahet te njerëzit në nevojë, duke respektuar familjet, mund të lehtësojë problemet e shumë njerëzve të varfër në shoqërinë islame. Ky mund të jetë një nga faktorët e rëndësishëm për të vërtetuar përsosmërinë e fesë së shenjtë islame. Fitër Bajrami në transmetime. Në një transmetim të gjatë rreth muajit të begatë të Ramazanit, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur të arrijë nata e Fitër Bajramit, e cila quhet nata e shpërblimeve, Allahu i madhëruar do t'i shpërblej pafundësisht vepërmirët. Kur vjen mëngjesi i Fitër Bajramit, Allahu i madhëruar dërgon melek në të gjitha qytetet. Kështu, ata zbresin në tokë, qëndrojnë në hyrje të rrugëve dhe rrugicave, e thonë me një zë që dëgjohet nga të gjitha krijesat e Zotit, përveç xhindëve dhe njerëzve: o populli i Muhamedit, dilni te Zoti juaj mëshirues, që t'ju jap shpërblim të madh dhe t'ju afal gjunahet tuaja të shumta. Në një transmetim tjetër, profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur të shkoni në vendin e faljes së Fitër Bajramit, Zoti i madhëruar u thot të engjëjve: o engjëjt e mi, sa është shpërblimi i një punëtori nëse ai bën punën e tij? Ata i përgjigjen: o Zoti dhe zotëria ynë, shpërblimi i tij është t'ia paguash plotësisht hakun e tij. Allahu i madhëruar thot: jini dëshmitarët e mi, se unë i shpërbleva për agjërimin e muajit të Ramazanit dhe për namazet e tyre. Unë jam i kënaqur dhe i kam falur. Allahu thot: o robërit e mi, më kërkoni mua çfarë të doni. Betohem për madhërinë dhe lavdin time
se sot në bashkësinë tuaj do të jap çfarë të dëshironi për botën dhe ahiretin tuaj. Betohem për madhërinë dhe lavdinë time, se derisa të më quani mua strehuesin dhe kujdestarin tuaj, dhe të keni frikë prej meje, unë do të jem mbrojtësi juaj dhe nuk do t'ju turpëroj tek ata që janë përgjithmonë në xhehenem. Kthehuni sepse ju kam falur. Më keni kënaqur mua dhe unë i jam i kënaqur me ju. Dhe në vazhdim thot: atëherë engjëjt gëzohen për ata që Zoti i ka dhuruar këtij uniteti në ditën e Fitër Bajramit dhe e urojnë njëri tjetrin. Xhabiri ka transmetuar nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, se i dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur vjen dita e parë e Shevalit, një zë thërret, o ju që keni besuar, nxitoni në këtë mëngjes për shpërblimet tuaja. Imam Bakiri tha: o Xhabir, shpërblimet e Allahut të madhëruar nuk janë si shpërblimet e këtyre mbretërve. Sot është dita e shpërblimit. I dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Allahu i madhëruar e ka bërë muajin e Ramazanit kohën e garës për robërit e tij, në mënyrë që ata të garojnë me njëri tjetrin se kush kryen më shumë adhurime, për të arritur kënaqësinë e Allahut. Kështu, një grup vërshon në shesh dhe përfiton nga kënaqësia e Allahut. Disa të tjerë mbesin prapa, duke neglizhuar në këtë mënyrë humbën. Imam Hasani, i biri i Aliut, paqja qoftë mbi ta, kur pa një grup që luanin dhe qeshnin në ditën e Fitër Bajramit, u tha shokëve të tij se i dërguari i Allahut ka thënë: Allahu i madhëruar e ka bërë muajin e Ramazanit si garues për robërit e tij, në mënyrë që ata t'ia kalojnë njëri tjetrit me bindjen dhe adhurimin e tyre për të arritur kënaqësinë e Allahut. Kështu, një grup vërshon në këtë shesh dhe përfiton nga kënaqësia e Allahut, e disa të tjerë mbesin prapa, duke neglizhuar. Në këtë mënyrë humbën. Imami vazhdoi: grupi që qesh dhe gëzohet në një ditë të tillë, me të drejtë shpërblehet, ndërsa keqbërësit dëmtohen. Betohem në Allah, se nëse hiqet mbulesa dhe perdja shtyhet anash, nuk ka dyshim se vepërmiri do të angazhohet në veprat e tij të mira, ndërsa i ligu do të ngatërrohet me veprat e tij të shëmtuara. Në librin Fakih transmetohet se Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: është sunet, tradit, që njeriu në ditën e Fitër Bajramit, para se të shkojë për të falur namazin e Bajramit në xhami, ta ndërpres agjërimin, të hajë diçka, ndërsa në Kurban Bajram të hajë pas faljes së namazit. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: dhënia e zekatit të fitrit u takon të rinjve dhe të moshuarve, të lirëve dhe robërve, si dhe atyre që ju i keni në kujdestari për t'ju ushqyer. Diku tjetër, ai e interpreton zekatin e fitrit si sadaka. Sadakaja i fshin gjunahet ashtu si uji e fik zjarrit. Zekati i fitrit duhet të arrijë para fjalës së namazit të Fitër Bajramit te personat që e meritojnë. Në një hadith tjetër thuhet: nëse njeriu e jep fitrin para namazit të Bajramit, do t'i pranohet, por nëse e jep pas namazit të Bajramit, do të konsiderohet sadaka si sadakat e tjera. Në librin Kafi transmetohet se Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: babai im Fistik, në ditën e Fitër Bajramit, kur shkonte në shkretëtir për namaz, nuk shtronte qilim apo hasër në këmbët e tij. Ai thoshte se kjo është dita kur i dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, shkonte në shkretëtir e pastaj falte namaz, duke e vendosur ballin e tij të nderuar në tokë. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: në ditën e Fitër Bajramit dhe të Kurban Bajramit, e kanë pyetur të dërguarin e Allahut, paqja
e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, sepse nuk e falte namazin e Bajramit në xhamin e tij. Ai u përgjigj: dua të jem në shkret të tir dhe ta ekspozoj trupin tim në të gjitha horizontet e qiellit. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: I dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, kishte një bastun me një hekur të mprehtë në maj, mbi të cilin mbështetej dhe në ditët e Bajramit, Fitrit dhe Kurbanit, e merrte me vete në udhëtimet e tij, dhe kur falte namaz, e vendoste përballë vetes. Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, ka thënë: është traditë që banorët e çdo qyteti të dalin në shkret të tir për namazin e Fitr Bajramit dhe të Kurban Bajramit, përveç banorëve të Mekës, të cilët e falin namazin e Bajramit në xhamin e shenjtë. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: I dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, në ditën e Fitr Bajramit, para se të dilte për faljen e namazit të Bajramit, e prishte agjërimin me pak hurma ose rrush të thatë. Said Nekashi ka transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, është traditë të thuash tekbir në Fitr Bajram. E pyeta se kur duhet ta them. Më tha, pas namazit të akshamit dhe të jacis, në natën e Fitr Bajramit dhe pas namazit të sabahut të Bajramit. Pas namazit të Bajramit, duhet t'i ndërpresësh tekbiret. Në një hadith tjetër, nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, thuhet: njëra prej arsyeve të gusulit në ditën e Fitr Bajramit, në ditën e Kurban Bajramit, në ditën e Xuma, në krahasime me gusulin në ditët e tjera, është se robi e ka madhëruar Zotin e tij dhe i është drejtuar më bujarit, më madhështorit, për t'i kërkuar faljen e mëkateve të tij. Arsyeja tjetër është se robrit duhet t'i madhështojnë ditët e Bajramit, duke u mbledhur dhe duke përmendur Allahun me tekbire. Kështu që gusuli në këto ditë ka mirësi dhe është ndryshe nga ditët e tjera, ndërsa kur bëhet gusul në ditën e Xuma, ai do të jetë i pastër që nga ajo ditë deri në të Xuman tjetër. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: kush e viziton Imam Hysejnin, paqja qoftë mbi të, në mes të Shabanit, në natën e Fitr Bajramit dhe në natën e Arafatit, brenda një viti, Allahu i madhëruar do ta shpërblejë atë me 1000 haxhe dhe 1000 umre të pranueshme dhe do t'i plotësoj 1000 nevoja të kësaj bote dhe të ahiretit. Fadhl ibn Shadhan Nishaburi ka transmetuar nga Imam Rizai, paqja qoftë mbi të: dita e Fitrit është bërë ditë Bajrami, që myslimanët të mblidhen dhe të vendosin për punët e tyre. Në atë ditë, ta falenderojmë, ta lavdërojmë, ta madhërojmë Allahun e madhëruar, t'i kujtojmë bekimet dhe mirësitë e Zotit dhe të jenë mirënjohës. Prandaj, dita e Fitrit është dita e Bajramit, dita e tubimit, dita e pastërtisë, dita e lutjes, dita e faljes, dita e dhuratave dhe dita e dëshirave. Fitr Bajrami është dita e parë e vitit, në të cilën lejohen ngrënia dhe pirja pas një muaji agjërimi. Në namazin e Bajrameve, Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit, nuk është e nevojshme të thuhet ezani dhe kiameti. Ezani i tyre është lindja e diellit. Zurareh ka transmetuar nga Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, prisi i besimtarve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, e kishte zakon që të mos hante ushqim tjetër në ditën e Kurban Bajramit, derisa të hante nga mishi i kurbanit të tij në atë ditë. Në ditën e Fitr Bajramit, ai nuk dilte nga shtëpia pa ngrënë diçka dhe e jepte fitrin e caktuar te personi i duhur. Imam Bakiri, paqja qoftë mbi të, tha: edhe ne veprojmë në të njëjtën mënyrë. Helebiu e pyeti Imam Sadikun, paqja qoftë mbi të, se çfarë duhet bërë nëse dita e Fitr Bajramit
dhe e Kurban Bajramit përkojnë me ditën e Xuma. Si duhet të kombinohen namazet e të dyjave? Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, u përgjigj. Në kohën e Imam Aliut, paqja qoftë mbi të, ndodhi që dita e Bajramit të qëllonte në ditën e Xuma. Imami u tha njerëzve se kush të doj, le të vijë në namazin e Xumas. Disa prej tyre nuk shkuan në namazin e Xumas dhe kjo nuk ishte humbje për ta. Ata duhet ta falin namazin e drekës në vend të namazit të Xumas. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, në ditën e Fitr Bajramit, e cila përkoi me ditën e Xuma, mbajti dy hutbe, hutben e Bajramit dhe hutben e Xumas. Abdullah ibn Sinani ka transmetuar nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të. Dita e Xuma, dita e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit janë aq të rëndësishme, saqë imami i myslimanëve duhet të dërgojë dikët e të burgosurit që janë burgosur për borxhe, që t'i sjellin për të kryer namazin e Xumas, të Fitr dhe Kurban Bajramit. Pas kryerjes së namazit të tyre, t'i kthej në burg. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: Fetvaja jon është se nëse njeriu zotohet të agjëroj 2 ditë të Bajramit, Fitr dhe Kurban Bajramit, zotimi i tij nuk është i vlefshëm dhe kazaja e këtij zotimi nuk është e detyrueshme. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: I dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, i ndaloi njerëzit të merrnin armë me vete kur kryenin ritualin e namazit të Fitr Bajramit dhe të Kurban Bajramit, vetëm nëse armiku ishte me ta. Imam Aliu ka thënë në një festë të Bajramit të madh: Sot është Bajram për atë, të cilit ju pëlqyen agjërimi dhe faljet, por Bajram është edhe çdo ditë tjetër kur smëkatohet kundër Zotit. Prijesi i besimtarve, Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, mbajti një hutbe në një nga festat e Fitr Bajramit, në të cilën u predikoi besimtarve lajmin e mirë dhe i paralajmëroi keqbërësit. O njerëz, kjo është dita juaj, dita kur besimtarët do të shpërblehen dhe humbësit dhe kriminalët do të jenë të zhgënjur dhe të humbur. Kjo është shumë e ngjashme me ditën tuaj të gjykimit. Pra, kur të dilni nga shtëpitë tuaja dhe të shkoni në vendin e namazit të Bajramit, kujtoni daljen tuaj nga varret dhe shkuarjen tuaj tek Zoti. E kur të qëndroni në vendin e namazit, kujtoni qëndrimin tuaj para Zotit tuaj. Kur të ktheheni në shtëpitë tuaja, kujtoni se po ktheheni në shtëpitë tuaja në xhenet. O robër të Zotit, më e pakta që ju jepet agjëruesve dhe agjërueseve është që një engjëll t'i thërras në ditën e fundit të Ramazanit dhe t'u thotë: O robërit e Zotit, lajmi mirë, o bindës ndaj Zotit, mëkatet tuaja të kaluara janë falur. Prandaj, mendoni për të ardhmen tuaj, si do t'i kaloni ditët e mbetura. Imam Sejadi, paqja qoftë mbi të, në një nga lutjet e tij në ditën e Fitr Bajramit, ka thënë: O Zot, në këtë ditë të Fitr Bajramit, të cilën u ke caktuar besimtarve ditë gëzimi dhe ditë tubimi rreth njëri tjetrit, ne kthehemi te ti, o i madhi Zot, nga gjunahet dhe nga çdo vepër e keqe që kemi bërë. Kthehemi te ti, nga çdo qëllim i keq që është skalitur në ndërgjegjen tonë. Kjo ditë madhështore, përveç statusit të saj shpirtëror, është edhe ditë gëzimi dhe lumturie për të varfrit dhe nevojtarët, sepse në këtë ditë myslimanët ju zgjidhin shumë probleme të jetës duke u dhënë lëmosh. Sadakaja e Fitrit është një nga detyrat hyjnore, një gjë shumë e mirë dhe e denjë që paguhet para Bajramit. O Zot, porta jote është e hapur për shpresuesit, bujaria jote është e lejuar për kërkuesit dhe ndihma jote është e afërt për ndihmë kërkuesit. Prej dashamirësisë tënde, shpresuesit nuk dalin të humbur në këtë ditë. As ata që kundërshtojnë nuk mbeten të dëshpëruar dhe as ata që kërkojnë faljen e fajeve nuk i prek dënimi yt. Të gjitha thënjet
e profetit ton të dashur dhe të imamëve të nderuar na mësojnë se dita e Fitr Bajramit është dita e marrjes së shpërblimit dhe e kthimit në natyrën njerëzore. Prandaj, në këtë ditë është mustehab që njeriu të falë shumë namaz, ta përmendë Allahun e të japë sadakan e fitrit. Ai nuk duhet ta kalojë ditën kot, por të kërkojë të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit.